Gramshit vajzove Alpin dhe Gallo. Një ndeshje e vështirë në Shkodër, patjetër. Me ekipin kampion. Sigurisht, duhet të vlerësuar dhe duhet të dhënë komplimenta dhe ekipit të Shkodrës, kaq vite që është kampion. Kështu që ishte i përballje, besoj se ishte një ndeshje dinjitoze për të dyja skuadrat, pavarësisht rezultatit 2-0, që mund të kishim edhe ne të shfrytzuar momentet e duhura. U bë një lojë e fortë, kjo ka rëndësi dhe për futbollin e femrave, përveç 4 ekipeve që janë në vend parë, dëshirë që të bëhet e bukur dhe të kemi sa më shumë tifozë, duhet të jenë edhe ekipet e tjera, të cilët pak a shumë të kenë pak në nivelin e futbollit që dhe kur luajmë në Luzhnjë ose kur luajmë në ekipet e tjera, në Studio, Partizan, të gjitha dhe këtë i bëj thirrje më shumë federatës ose dhe ekipe ku përfaqësojnë këto skuadra, mase duhet të japim pak më shumë investime ose për t'i dhënë një ndryshe futbollit të femrave, për t'i dhënë atë seriozitetin që mund të kenë këto 4 ekipe, por edhe duke u bërë dhe më shumë ekipe, besoj se do jetë futbolli shpeshherë dhe më i bukur dhe shumë herë më lart në ritëm edhe në cilësi. Gallo, edhe në gjysmëfinale mund ndeshim me Vllaznin ose me Apollonin. Cilat janë pretendimet e Gramshit? Sigurisht, do më thënë, pretendimet janë, ndeshjet të ndryshojnë nga ndeshjet. Pak a shumë ne kishim, kjo ishte një test matës për ne, do më thënë, për të parë dhe ku kemi gjendjen e ekipit, po dhe në mënyrën se si duhet ta interpretojmë ndeshjen sepse do kemi përballje prapë, po të fitomim ne, do ishim ne në vendin e dytë, do më thënë, dhe mundet të ndryshohemi, si që është formula e asaj, por prapë aty 4 ekipe janë. Kështu që mos me Fierin, me Shkodrën, mos me Shkodrën, me Durrësin, do ndeshemi, do të 4 janë ekipe të forta, për mendimin tim, të 4 janë që kanë nivel. Kështu që besoj se pastaj edhe hyrjen po ta shohë e bëra ndryshe, nuk e bëra thjesht për interpretimin e ndeshjes, po e bëra që çfarë duhet të bëjmë, që paktën të kemi më shumë ekipe të këtij niveli të këtyre 4. Kur ka më shumë, atëherë edhe futbolli është më ndryshe, tifozat do ketë më shumë dhe dëshirë do ketë edhe më shumë dhe rivaliteti jeshton e përmirëson domethënë cilësinë e futbollit. Kjo është e gjitha. Do të tentoni finalen? Pse jo? Nuk është se, domethënë, po ta shikosh ndeshjen, nuk është se pati domi ndryshim i dukshëm, por thuaj se ishim barabas, episodet ishin ato, një korne, një faull, domethënë, që dhe mund të evitohen, qofse po të momentin që duhet do të vendoseshin mirë, domethënë linja e mbrojtjes dhe mund të evitonte, se ishte gol në 5 meç, nuk ishte gol domethënë që erdhi si aksion edhe po pritë, por edhe si aksion po të vi. Nuk është se pati do ndryshim në ritëm në mënyrën e të luajtjes. Sigurisht që Vllaznia pjesën e dytë ishte më dominuese, na mori me sfushën, kjo tregon që mas edhe e ne investimet duhet jenë pak më serioze, domethënë që të kemi dublim të lojtarëve në rolet që duhen për të bërë diçka më shumë. Përsërit një periudhë gjatë si futbollist, si të trajner me ekipe të ndryshme. Tashmë me femrat, si ndjeni vetëm? Ndonjëherë do thotë pse. Vërtet është dhe këto kanë atë personalitetin. Bile nga ndonjëherë kanë më shumë karakter të fortë se sa pjesa e gjinisë mashkullore. Kështu që vërtet kur shikon një ndeshje të tillë, pse mos të japim të gjithë kontributin sado pak për të rritur këtë nivel edhe këtë futboll. Faleminderit e juve, ishte kënaqësi.